kur vinë, krahasuar edhe me atë çfarë ata presin duke parë edhe në Booking apo duke parë ndoshta edhe në artikuj të ndryshëm, se ne po diskutonim edhe në pjesën e parë të emisionit që bazuar edhe në sugjerime thuhet që në Shqipëri mund të harxhosh për gjatë ditës rreth 30-50 euro ndoshta, ndërkohë ata kanë pritshmëri të tjera dhe kur vinë në Shqipëri mund të përballen edhe me një realitet ndryshe. Nga ajo çfarë ata shprehin edhe e tregojnë, cilat janë pritshmëritë e tyre dhe më pas ndoshta zhgënjimi apo surpriza që ju ndodh këtu. Shumë gjëra të vogla janë bërë të mëdha nga mënyra e durë e të marketuarit dhe Shqipëria duhet themi që nga bizneset vendase por edhe nga institucionet u marketua në mënyrën më të mirë të mundshme pas pandemisë, ku u bë edhe ai bumi, edhe nga vendi më i mbyllur, le të themi që kishte qenë për më shumë se sa 4 dekada e gjysmë dekadën në sistemin komunist, le të themi u bë një vend shumë i dëshiruar, Maldivet e Evropës, se ja vizitonin Shqipërinë, por u joshën turistët e huaj me këtë formulën mund ta vizitoni me paketa 20 euro, 25 euro, me çmime shumë të lira dhe në fakt kur ata vinë në Shqipëri, përgjithësisht vërtetës përballen me një realitet ndryshe, përballen me realitetin që euro vazhdon të bjerë dhe sigurisht pjesa dërmuese e turistëve që vinë në Shqipëri janë turistë europian, por edhe ata cilat vinë nga shtetet e tjera, kemi ata le themi amerikan në këtë rast, dollarin e kemi në nivelet më të ulta 81 mesatarisht kursi këmbimit me lekun, ndërkohë që kemi poundin britanik që gjithashtu ka rënë nivelet më të ulta në 104 ishte dy fishi në 178, 180, kemi frankën zvicerane e cila është rrokullisur në rreth 103 lek, pra kemi të gjitha valutat ndërkombëtare të cilat vlen më pak. Pra një turist i huaj i cili vjen në Shqipëri në momentin që blen një shërbim, një produkt apo diçka tjetër, automatikisht le të themi vlera e atij e asaj valute që ai ka vlen më pak. Nga ana tjetër edhe çmimet janë rritur. Ne kemi edhe në këtë sezon, paktën sipas le të themi tur operatorëve me ata të cilët unë kam pasur mundësi të bisedoj për të bërë le të themi kronikat informative, tregojnë që ka një rritje, jo me ato le të themi shkallë siç pati nga 2022, 2023, 2024, ku ne në fakt patëm edhe një boshatisje të jugut vendit. Në fillim ishte çështje perceptimi, por në pasur vërtetua, patëm kryeministrin Edi Rama i cili doli dhe foli dhe tha që po na shkatroni turizmin, e perifrazuar le të themi në mënyrë të tillë, ndërkohë që në këtë vit kemi një rritje ndoshta me 4 deri në 5%, përgjithsisht e pjesa e akomodimit, por edhe pjesa e gastronomisë, por që gjithsesi le të themi konsiderohet si një marzh normal i rritjes së çmimeve për aq kohë sa vendi vazhdon që të jetë i vizituar dhe kërkesa mbetet e lartë. Nëse flasim mesatarisht sa mund i duhet një turisti për shpenzuar një ditë në Shqipëri 24 orë, ndoshta në një zonë turistike që ai zgjedh? Duke preferuar të mbetemi statistikave zyrtare, ne nuk kemi të dhëna le të themi për shpenzimet ditore të turistëve, por kemi për shpenzimet totale që mund të bëjë një turist që vjen në Shqipëri, dhënat nga Banka e Shqipërisë edhe të fundit të cilat u përditësuan pak ditë më parë, na treguan që mesatarisht një turist i huaj i cili vjen në Shqipëri shpenzon 468 euro, përfshirë këtu udhëtimin dhe kostot e akomodimit. Duhet ta themi që në fakt shpenzimi ajo që le të themi ai harxhon në vend është më e lartë, pak në gjykimin tim, kjo për shkak të shkallës lartë të informalitetit. Ne kemi sot struktura akomoduese që pavarësisht thirrjeve të qeverisë, kërcënimeve, le të themi nga tatimet e tjerë vazhdojnë që të mos deklarojnë. Kemi le të themi informalitet në bare, restorante e gjithçka tjetër, kështu që ajo le të themi shifra prej gati 470 eurosh do duhet merret me rezerva sepse mund të jetë më e lartë. Nga ana tjetër ne kemi një lloj përmbysje sepse dikur shqiptarët që shkonin jashtë shpenzonin më tepër para, por dhënat e fundit treguojnë që shqiptarët që shkojnë jashtë për pushime shpenzojnë rreth 435 euro, pra rreth 45 euro, 35 euro më pak se sa ata të cilët vinë në vendin tonë. Pra këto janë shifra mesatare, sigurisht kanë ata të cilët shpenzojnë shumë, por gjithmonë mesatarja nuk është treguesi më i mirë dhe më përfaqësues i realitetit, sepse kanë ata që shpenzojnë 1000 euro, kanë ata që shpenzojnë 200 euro dhe mesatarisht shpenzojnë 600 euro, por kjo nuk është le të themi më saktë e mundshme. Të deklarata që përmendë që e perifrazove nga kryeministri Rama që po na shkatroni turizmin, thonte edhe që qeveria apo shteti në tërësi nuk ka mundësi të ndërhyjë që të ndryshojë çmimet e vendit, pra në sensin që një tur operator vendos vetë për çmimin që mund të ketë. A ka mundësi realisht nga të gjitha ankesat që dëgjojnë nga turistët shqiptar apo edhe të huaj, frika e tur operatorëve apo edhe ekspertëve të turizmit që e thon her pas here që duke rritur çmimet ne po largojmë turistët. Mundet vetë shteti të ketë mekanizma që të rregullojë çmimet? Jo, pra që kosa ne kemi përqafuar tregun e lirë kapitalist prej 36 vitesh, shteti nuk mund të ndërhyjë në mënyrë drejt për drejt
tek pjesa e çmimeve, maksimalisht le të themi është autoriteti i konkurrencës i cili mund të hetojë në rast se mes turoperatorëve apo mes le të themi operatorëve të horeka, hoteleri, bare, restorante ka veprime të bashkërenduara për të rritur në mënyrë të unifikuar të çmimeve dhe aty mund të ketë gjetje le të themi të cilat mund penalizojnë operatorë të ndryshëm, por shteti, dora e shtetit nuk mund të jetë aktive në drejtim të çmimeve, për aq kohë sa mbetet një treg i lirë dhe gjitha çmimet përcaktohen nga kërkesa dhe oferta. Sigurisht që vetë bizneset në rast se do të shohin që çmimet do të rriten në atë lloj forme saqë të mos i përgjigjen kërkesës nga turistët në këtë rast automatikisht do duhet ndërgjegjësohen dhe të ulin çmimet, por kjo le të themi nuk është skenari më i mirë i mundshëm sepse Greqia apo vendet të tjera, Kroacia, Malta, vendet të cilat po njohin, kanë njohur dhe kanë një kulturë të turizmit, kanë ndjekur një praktikë ndryshe, nuk kanë përfituar le të themi vetëm nga momenti, por kanë pasur qëllime afatgjata në drejtim të turizmit, kanë fituar një kulturë në zhvillimin e turizmit dhe kanë ruajtur një lloj ekuilibri mes çmimeve, sepse në fund ditës dikush që vjen e ka ndarë mendjen për të shpenzuar ca para, por që gjithsesi ai do që të jenë le të themi të arsyeshme edhe çmimet. Diçka që kemi vënë në re vitin e kaluar ishte që nëse ti kaloje në Shqipëri kudo do dëgjoje shumë gjuhë të huaja, ama nga ana tjetër shumë shqiptar vendosin që të shkonin edhe të udhëtonin jashtë për shkak të çmimeve që bën një farë paralizëm, nëse u binte më mirë të ishin në Shqipëri apo në Greqi apo qoftë te Turqi si vende ku do pushonin dhe të shumt ishin ata që zgjodhen. Si duket në këtë vit? Pra shqiptarët do vijojnë të mos kenë mundësi të pushojnë në Shqipëri, po do zgjedhin vende të tjera alternative, të paktën edhe nga këto ndryshimet. Po, duke ju referuar gjithmonë dënave zyrtare, ne kemi 3.7 milion të huaj cilët kanë ardhur në Shqipëri deri në maj, nga ana tjetër kemi 2.8 milion shqiptar cilët janë larguar. Ne nuk kemi 2.8 milion banor, të paktën prej viteve 90 jemi rrudhur dhe tashmë jemi më pak se sa 2.3 milion, por Instituti i Statistikave për llogarit dhe le të themi daljet e më shumë se sa një herë nga vendi. Kështu që tendenca tregojnë që njëjtë siç po na vinë, nga ana tjetër kemi edhe më shumë shqiptarë cilët largohen më shumë se sa një herë nga vendi për pushime, sigurisht që ka nga ata cilët janë të mërzitur nga rritja e çmimeve këtu, ka nga ata cilët janë pak kënaqur nga shërbimet, por ka edhe nga ata cilët duan të eksplorojnë, duan të gjejnë vende të tjera, duan që le të themi të gjejnë forma tjera të bërit pushimet, jo domosdoshmërisht shkojnë vetëm për pushime, për plazhe dhe për bregdete dhe kërkojnë le të themi edhe turizmin e aventurës, edhe forma tjera, kështu që për aq kohë sa ne rritemi në drejtim të atyre flukseve ardhëse, nga ana tjetër do të presim që të kemi edhe më shumë shqiptarë cilët edhe largohen. Turistët që vinë në Shqipëri, çfarë konsumojnë, çfarë jetojnë në Shqipëri? Se kemi dëgjuar nga ankesa të ndryshme nga turoperatorë që thonë, shqiptar të paktën për të huajt vinë në Shqipëri edhe nuk shpenzojnë. Mund të ndodhë që ushqimet i marrin një market, edhe nuk është se shkojnë në restorante që të konsumojnë diçka, një drek, një dark. Kështu që në këtë formë ata ndihen sikur po shpërfytyrohet ajo çfarë ata kanë menduar, po shfrytëzohen nga turistët. Si është realiteti ose të paktën nga raste që ke dëgjuar, ndodh që vërtet për shembull ata të mos shpenzojnë në Shqipëri, të bëjnë çdo gjë në kostot minimale? Unë mendoj që ky është një konkluzion, le të themi, përgjithësues dhe jo treguesi më i mirë i cilësisë së turistëve në Shqipëri. Sigurisht ne kemi turistë cilët ulen nëpër fast food dhe do hanë sufllaqe, siç njëjtë mund bëjmë edhe ne kur shkojmë në një vend tjetër, por kjo jo domosdoshmërisht, le të themi, i bën ata turistë low cost. Po, një pjesë e konsiderueshme e tyre vinë në Shqipëri për çmimet e lira, sepse ne vetë kemi marketuar vendin si destinacion i lirë për të kaluar pushimet verore dhe jo vetëm, por në vende të ndryshme, pra ne kemi turistë kategorive të ndryshme. Ne kemi resortet, veçanërisht në jug vendit, të cilat janë full booked, të cilat kanë çmime ndoshta edhe më të larta se sa vendet të cilat konsiderojnë. A mund kemi një shifër? Por ne kemi akomodime, nuk po shkoj në jug vendit, po shkoj deri në Durrës, për shembull, resorte elitare, të cilat për momentin fillon akomodimi nga 300 euro nata, që është një çmim relativisht i lartë për të përballuar. Pra në sezonin prill-maj ti mund ta gjesh për 150 euro me ofertë, ndërkohë që tashmë që jemi në fundin, nga le të themi jemi në fillim të nisjes sezonit masiv turistik veror, çmimi ka shkuar në 300 euro, ndërkohë që ti nëse shkon në jug mund të gjesh çmime 500-700 euro për
për akomodimin, pa futur këtu le të themi pjesën e gastronomisë, të ushqimit, pa futur këtu pijet e tjerë, pra mendoj që në varësi të pozicionit ku janë akomoduar, pra ku gjenden, në resorte turistike ne kemi vërtet turist elitar, turistë që shpenzojnë, turistë që kanë para. Pastaj sigurisht në apartamentet me qira ditore ne nuk mund të pretendojmë që dikush i cili bën një share house me disa persona dhe nga ana tjetër do të shpenzoj pafund duke le të themi konsumuar, kështu që mendoj që në fund ditës Shqipëria këtë cilësi turizmi ofron, për të qenë sinqert, këtë cilësi shërbimi ofron dhe automatikisht në këtë lloj feedbacku do të ketë edhe nga cilësia e turistëve. Faleminderit shumë. Ndërkohë në këtë formë me këto shifra statistike nga ana tjetër duke shpresuar